Mjeku çudit botën. Ky gabim që bëni me çajin e malit mund t'ju kushtojë jetën. Të ngrohë organizmin dhe shpirtin, por mbi të gjitha efektet e tij janë fantastike për të mbushur trupin tuaj në mbrojtje kundër virozave, gripit dhe të ftohurës. Çaji i ngrohtë i malit me gjalp, ëmbëlsuar me pak mjaltë dhe pak lëng limoni, për vlera më të forta, është ndër recetat më të mira që mund të mbrojë organizmin në këto ditë. Një traditë e trashëguar brez pas brezi në të gjithë vendin, çaji i malit përzihet me lëng limoni, mjaltë dhe pak gjalp. Ky i fundit është një element që bën shijen e çajit mjaft interesante dhe as pak të çuditshme, sidomos për ata që kanë probleme me kollën ose me fytyn. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse ju pëlqen çaji i malit, atëherë përdoreni shpesh kështu, në mëngjes, por edhe në mbrëmje. Përzierja e tij me gjalpin rrit forcën vepruese të vlerave shëruese. Gjalpi është tepër i pasur me vitamina dhe minerale. Ai përmban kalcium, fosfor, potasium, zink dhe magnez. Receta e përgatitjes kërkon këta përbërës: një grusht me çaj mali, një lugë çaji me mjaltë, 2 lugë gjedhe me lëng limoni, një lugë çaji me gjalp të freskët dhe një filxhan çaji me ujë. Si fillim zgjeni ujin. Në ujin e nxehtë hidhni çajin e malit, e lini të ziejë për 10 minuta, e hiqni nga zjarri dhe hidhni në një filxhan. Më pas, hidheni lugën e mjaltit dhe lëngun e limonit dhe në fund gjalpin e freskët. Çaji pihet herët kur është i ngrohtë. Çaji me fuqi të mirë për shëndetin. Çaji i malit është një arsye natyrale që i ka dhuruar njeriut edhe shumë përfitime në mirëqenien e organizmit. Sipas të dhënave të Healthy Side, çaji i malit ka efekte të fuqishme në forcimin e imunitetit. Ai ndikon edhe në tretjen shumë më të mirë dhe të lehtë, ndërsa lufton alergjitë, astmës, dhimbjeve të kokës dhe sinuzitit. Çaji i malit ka një fuqi të jashtëzakonshme gjithashtu edhe në trajtimin e problemeve të ftohjes. Gripi, dhimbja e fytit, kolla dhe dhimbjet e krahëve ose të krahërorit lehtësohen më së miri me pirjen e çajit të ngrohtë të malit. Vlerat e limonit në kombinim me mjaltin dhe me çajin e malit do të jenë edhe të dyfishta. Jo më kot cilësohet si fruti i jetëgjatësisë. Limoni është i pasur me vlera të çmuara të shëndetshme. Vetit kuruese të tij janë të fuqishme falë vitaminës C dhe P, të cilat e bëjnë efektin shërues të limonit të menjëhershëm për organizmin e njeriut. Mjalti është cilësuar ndër shekuj si nektari perëndive edhe vijon të jetë i tillë edhe më sot. Mjalti ka një përdorim të gjerë jo vetëm si ëmbëlsues. Përpara shpikjes antibiotikëve, mjalti përdoret gjërësisht për të lehtësuar një sër komplikacionesh. Por gabimi që bëjnë kryesisht njerëzit është se e vendosin çajin e malit bashkë me ujin të ziejnë në të njëjtën kohë. Ky është një gabim i cili do të bëjë që të humbas shumë vlera të tij. Si fillim, për të përgatitur një çaj të shëndetshëm dhe të shijshëm, duhet të vendosni ujin përpara dhe më pas të vendosni çajin e malit. Nuk është e këshillueshme që të kombinohen të gjitha përbërësit për një herë, por pasi të keni zier ujin për të paktën 10 minuta, vendoseni çajin e malit në këtë lëng dhe më pas e zieni për 3 deri në 5 minuta. E hiqni nga zjarri, e lini të ftohet derisa të jetë në temperaturën e durueshme. Shtoni gjithashtu një lugë çaji me gjalp dhe një lugë çaji me mjaltë. Kështu do të keni vlera të dyfishta të kësaj përgatitje, e cila do t'japë rezultate fantastike edhe gjatë procesit të virozave. Çaji shqiptar i malit përfitohet nga të gjitha elementët ushqyes të tij. Gjithashtu, çaji shqiptar i malit preferohet gjithmonë i bimës të varietetit Sindiritis reaseri. Ky çaj bimor i maleve shqiptare është konsumuar prej shekujsh falë vlerave të tij shëndetësore. Çaji i malit i varietetit Sindiritis reaseri është natyralisht pa kafeinë. Siç citojnë edhe ekspertët, ai bëhet nga gjethet, lulet, kërcelli dhe mund të lulëzojë në shpatet e maleve të vendit tonë. Edhe pse në vendet e mesdheut ky çaj akoma bëhet nga bimët e njoma, shumica e njerëzve përdorin në varietetin e thatë. Çaji ndihmon në shëndetin e aparatit tretës dhe përmban antioksidant natyral. Ai është plot me flavonoide, gjithashtu dhe me antioksidant. Studiuesit zbuluan se bimët e familjes Sindiritis përmbajnë substanca të rëndësishme që luftojnë mikrobet dhe inflamacionet. Të gjitha këto bimë përmbajnë vajra esenciale. Ato ulin gjithashtu edhe tensionin e gjakut.
Një studim i fundit zbuloi se ekstraktet që vijnë nga familja e bimëve sideritis ulin nivelin e tensionit të gjakut dhe qetësojnë enët e gjakut. Studimi i kryer mbi kafshë nxori në pas se doza domethënëse e ekstrakteve në fjalë ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut, ul tensionin, ul presionin ndaj zemrës. Studimet gjithashtu konfirmuan rolin pozitiv të këtyre bimëve në shëndetin e zemrës. Megjithatë, çaji i malit është i mirë edhe për këtë aspekt. Studiuesit zbuluan se pirja e çajit të malit nga bima e sideritis ul inflamacionin në sistemin tretës. Kjo ndodh falë pranisë së fenoleve dhe antioksidantëve që gjenden natyrshëm tek kjo bimë. Studiuesit zbuluan gjithashtu se inflamacioni dhe toksiciteti uleshin për një kohë afatgjatë. Kjo si pasojë aftësive mbrojtëse të çajit shqiptar të malit. Gjithashtu është e rëndësishme që ta konsumoni atë sa më të freskët për të rritur vlerat e trupit dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh. Gjatë stinës së dimrit, çaji i malit mund të jetë një nga më të preferuarit tuaj. Ky çaj mund të konsumohet nga të gjitha moshat. Në këtë video do ju paraqesim efektet kryesore të çajit të malit sipas ekspertëve. Ai u mbron nga virozat gjithashtu edhe nga e ftohura. Falë vetive antioksiduese të tij ju ndihmon nga virozat e ditëve të ftohta dhe gjithashtu do të përmirësojë dukshëm sistemin tuaj imunitar. Ai mbron edhe aparatin tretës, është i pasur me antioksidantë flavonoide, element shumë të rëndësishëm që luftojnë në mikrobet dhe infeksionet dhe përmirësojnë aparatin tretës. Ulin tensionin e lartë të gjakut. Çaji i malit përbëhet nga familja e bimëve sideritis dhe studimet kanë zbuluar se ekstraktet në fjalë ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Ai u mbron gjithashtu dhe nga alergjitë e stinës dhe përmirëson shëndetin e zemrës. Të paktën, një filxhan me çaj mali çdo ditë mund t'i japë edhe efekte të mira për shëndetin tuaj. Çaji shqiptar i malit përfitohet nga gjethet e bimës varietetit sideritis. Ky çaj bimor i maleve shqiptare është të konsumuar prej shekujsh për vlerat e tij të larta ushqyese dhe për rëndësinë e madhe që do t'i ofrojë shëndetit tuaj të përgjithshëm. Çaji i malit është një nga bimët që rrallëherë mungon në shtëpinë shqiptare. Shumë prej nesh e pina të rregullisht çdo ditë, pa vrarë mendjen për ndryshime në cilësinë e tij si pasojë e mënyrës së gabuar të ruajtjes. Gjithashtu, ajo është e gabuar supozimi se çaji i malit ruan cilësinë pafunditimisht. Këto dy zbulime, sipas ekspertëve, hedhin dritë mbi gjatësinë e çajit dhe aspektet e tij sigurta për konsum. Cila është gjatësia e këtij çaji? Çaji i përpunuar dhe i paketuar është në gjendje natyrale që të humbas cilësinë e tij më shpejt sesa çaji në bustinë. Kur është i paketuar, gjethet e çajit përthithin lagështinë dhe aroma shumë të shpejta, më shumë se çaji në bustinë. Kjo ndodh si pasojë e mënyrës së gabuar të ruajtjes. Megjithatë, çdo lloj çaji ka karakteristika dhe gjatësi të ndryshme, të cilat ndikojnë gjithashtu edhe në cilësinë e tij. Vlerat sigurisht janë më të mëdha në çajrat e papërpunuar, por duhet pasur kujdes edhe në mënyrën se si e ruani atë. Kështu, nëse doni që të siguroheni që çaji juaj është ende i freskët, dallojeni atë në këtë mënyrë. Nuhatni gjethet. Nëse vini re se çaji ka humbur aromën e tij karakteristike të ndezur, atëherë me siguri vajrat esencial të tij kanë avulluar. Kjo nënkupton se çajit i mungon shija dhe aroma e mirë. Zjeheni. Nëse e zjeheni çajin për rreth 3 deri në 5 minuta dhe sërish aroma është tepër e zbehtë për të zgjuar shqisat tuaja, atëherë gjethet janë të vjetëruara. Nëse gjethet e çajit janë të lagështa ose janë ndotur me substanca të tjera, atëherë do të ngjiten dhe do të plurosen. Aroma e gjetheve mund të jetë si ajo e mykut dhe kjo është një këmban alarmi për çajin të cilën duhet ta hidhni. Nëse vëreni se ai ka ndryshuar shije dhe nuk është më i njëjtë si më përpara, mos e konsumoni. Këto sekretet e përdorimit të çajit dhe gjithashtu ruajtjes së tij derisa ta keni të nevojshme për ta konsumuar, do të bëjnë ndryshimin parësor edhe në cilësinë dhe përfitimet që ai do të ofrojë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.